Shiko, edhe ky ligj, ashtu si ligjet më parshme, fusin nocione që mund t'jenë fara për të mbirë dhe për të krijuar diçka tjetër më vonë. Për shembull, në nenin 6 përmendet termi identitet gjinor. Nuk ka në nenet e më parshme një përkufizim çfarë do të thotë identitet gjinor. Dhe unë mendoj që nuk është e rastit kjo, që është futur këtu identitet gjinor. Kemi parasysh që të tilla përpjekje kanë filluar që me konventën e Stambollit, zyrtarisht e quajtur Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, por dhe me ndryshimet që janë bërë kodit penal në Shqipëri, ku janë futur tokfjalësa të tillë si identitet gjinor, orientim seksual, identitet seksual, si për të dhënë mundësinë që gjinia të mos interpretohet më siç është interpretuar në mijëra vjet, pra një fakt i përcaktuar nga biologjia në lindje, por një gjë që njeriu mund ta zgjedhë dhe mund ta ndryshojë gjatë rrugës së jetës. Gjatë jetës mund të bëjë dhe ciklin e plotë edhe rikthimit në gjininë e mëparshme, ashtu siç heqim një këmishë apo një xhaket, mund të ndrojmë edhe gjininë. Në këtë sens, unë gjykoj që kjo është pjesa për cilën duhet diskutojmë dhe kjo është pjesa që ka revoltuar një pjesë të qytetarëve, dhe nuk është fakti që ky ligj do të garantojë pagesë për nënën që kujdeset për fëmijën e smur, sepse nëse do të ishte kështu i bie që edhe baballarët që fati keq u ka rënë të kujdesen për fëmijë të smur me sëmundje të pashërueshme, të vuajnë njëjtë problem. Pra s'është çështje barazie gjinore kjo. Kjo është çështje e mbrojtjes sociale që nuk qenë ka në nivelin e duhur në Shqipëri. Dhe nëse ti fillon hap këtë shteg, pra që e quan diskriminim, atë që ti gjykon që është diskriminim, por e lidh me identitetin gjinor të perceptuar që ka një njeri, sa ai nuk është realitet objektiv, është perceptim që ka dikush për veten, për mua hapet kutia e Pandorës.